komuna nuk ka arritur të jetë efikase dhe as efektive në grumbullimin e mbeturinave gjatë viteve të fundit. Për shumicën e kamionëve figuron se kilometrat të përshkruar janë 0, ndërkohë që për të njëjtat kamion janë raportuar sasi të bartura të mbeturinave. Për momentin janë afër 900 kontejnerë dhe shporta të cilat ende nuk janë shpërndarë për shkak të interesit publik dhe gjendjes së krijuar në komunën e Prishtinës lidhur me menaxhimin e mbeturinave. Zyra kombëtare e auditimit ka kryer auditimin e performancës, efikasitetit dhe efektivitetit i grumbullimit të mbeturinave të ambisërisë në kryeqytet. Periudha e vlerësimit të këtyre shërbimeve ka përfshirë vitin 2023-2025. Rezultatet e auditimit kanë treguar se komuna nuk ka arritur të jetë efikase dhe as efektive në grumbullimin e mbeturinave gjatë viteve të fundit. Situata e rënduar e mbeturinave në kryeqytet e reflektuar përmes mbingarkimit të kontejnerëve dhe shpërndarjes së mbeturinave nëpër trotuare dhe hapësira publike ka paraqitur dëshmi të dukshme dhe lehtësisht të verifikueshme edhe nga vetë qytetarët. Një nga gjetjet më shqetësuese të raportit është dështimi pothuajse të gjitha hallkave të mbikëqyrjes institucionale. Ky proces kishte dështuar të realizohej pothuajse në të gjitha nivelet nga të gjitha palët. Disa nga shkaqet që i kanë kontribuar kësaj gjendje janë: Bordi i drejtorëve të Kompanisë Regionale të Mbeturinave Pastrimi, që është përgjegjës për vendime strategjike dhe mbikëqyrjen e kryeshefit ekzekutiv, nuk ka ushtruar mbikëqyrje efektive mbi veprimtarinë e Kompanisë Regionale të Mbeturinave, sepse në takimet e bordit nuk ishte trajtuar pothuajse asnjëherë problematika aktuale e mbeturinave në qytet. Për shumicën e kamionëve figuron se kilometrat të përshkruar janë 0, ndërkohë që për të njëjtat kamion janë raportuar sasi të bartura të mbeturinave dhe shpenzime për karburant. Në muajin tetor 2025, nga 31 kamion sa i ka kompania, 18 prej tyre ishin në proces rregullimi. Kjo ka ndodhur për shkak të dështimit të KRM Pastrimit për të realizuar planit investive për zëvendësimin e kamionëve. Në vitin 2024, komuna e Prishtinës kishte blerë 8 kamion të rinj për KRM Pastrimi, të shpërndarë në fillim të vitit 2025, ndërsa vetë KRM Pastrimi gjatë vitit 2025 ka blerë 10 kamion të përdorur në vlerë prej 340.000 eurove, prej të cilëve vetëm 6 janë për grumbullimin e mbeturinave të ambisërisë. Pavarësisht këtyre investimeve, situata operative nuk është përmirësuar në mënyrë të dukshme. Në nëntor të vitit 2025, kompania ka deklaruar se aktualisht janë funksional 11 kamion dhe se nuk mund të garantoj ofrimin e shërbimit 24 orëshe. Edhe pse komuna bleu 8 kamion të rinj në vitin 2024, ata u dorëzuan me vonesë. 6 kamion janë dorëzuar me 20 ditë vonesë nga data e nënshkrimit të marrëveshjes, ndërsa 2 kamion të tjerë, ndonse të pranuar njëkohësisht me të tjerët, janë vënë në shfrytëzim nga KRM Pastrimi 6 muaj pas vlerjes. Komuna kishte lidhur 2 kontrata brenda vitit 2024 për furnizim me kontejner në vlerë prej 747.000 euro të dedikuar për KRM Pastrimi. Deri në tetor 2025, KRM Pastrimi ka pranuar gjithsej 2883 kontejner, nga gjithsej 3840 sa ishin vlerë. Për momentin janë afër 900 kontejnerë dhe shporta të cilat ende nuk janë shpërndarë në përpika të grumbullimit të mbeturinave dhe vazhdojnë të qëndrojnë të papërdorura.